Përshëndetje dhe mirë se vini në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Joana, dhe si gjithmonë kena producentin ton Elvisin mrapa kamerave. Sot do na me fol për një temë që na zakonisht në fakt e prekum gjithmonë atë lloj teme. Është dashnia. Është me që jena në prag të Shën Valentinit, do na me fol pak më gjanë për dashnin, për njenjen më të bukur. Në fakt unë e kam respektu pak episodin, por ma kanë bë pak me hile këta Marko me Manjolën. Pa shumë së drejtë. Por s'kena fejna se Joana duket e bukur në të ngjyrat. Mos më shkan bëj roza, bëj për një atë se kam vesh. Balli i dhat komplimente njëra tjetrës. Ta dy janë kombinu, njëri me tjetrin, s'ka gjë. Ball i dhat komplimente njëra tjetrës, ja dukesh bukur, ja dukesh bukur. Komplimente në publiko, ata më napin mu. Bukur jamar. Unë mendoj që na mos flasim për dashni. Në ndrejtë. Përgjithësi, se dashnia është një temë shumë e madhe. Na mundë me fol asa mundë për dashni, po na nështë ja ulim vlerë dashni se nuk mundë me fol sa duhet, po përderisa është Shën Valentini këtë muj. Na flasim për festën e Shën Valentinit, si e festojmë në shqiptarët, kur kena nisë me festu në shqiptarë Shën Valentinin, qa dina na si e festojmë, si i bëjmë pesheshe të dashtënave, grave, burrave, ka herë i blejmë me zemër, ka herë i blejmë falso, sa me abat qefin, kja do ishte më interesante. Po kjo Shën Valentini e festa dashnisë është, nuk është festa e vitit ri. Po, mi jemi festa dashnisë. Tesh ka kjef mi thonë diqe publikut, Marko, vim këto, mlena, dhe thotë, për që doni me fol? Edhe thojmë në 1, 2, 3, s'dua sa te. Mandaj thojmë në 3, 4, 5, sa te. Barabar, bëjmë atë që dajnë Marku, në pyta me thonë thjesht me në goje, për që doni me fol se unë edhe kur të delni në kamera, unë kam e ndryshuat edhe si ta vendosi vetë. Kështu që, mos ju duket Marku aq inocent, sepse ishte na bën gjithmonë. Pra se kanë pas shumë komente që kanë thënë, mas na ngacmoni Markon, që i bani Markot. Që Marko? Unë du me thonë një shprehje. Sot një shoko Mark. Ka një shprehje vjetër që ka thonë, Zoti ka thonë ati shërptorit vet. A edhe u i gomarit? Po sot një i lash? Si edhe? Stot? Më kiftov gomarin. E shavi e bani, s'la gjoba i thonë. Nesër men, i thot, a mi dhe u i gomarit? I dha shto zotni. Si mi dhe, kjo e kishte ditë më thonë, shto s'mund të i thote, i dha zet zotni. Ma dzejve gomarit. Kështu që si u gjithë dermani, edhe kështu ishte kja që ka i herë zdinas në shkri se që me ba. Kur thojmë kështu në thojnë ashtu, kur thojnë ashtu në thojnë kështu, sepse e kam edhe pak me disa komente në fakt, kur bana të but, thojnë pse je ka që but, kur bëhesh tegër pse je ka që tegër, kur kujtan pse kujtan, kur harran pse harran. Po puna që bukuria këto është që na mundën me kenë vetvetja, dhe du të vazhdoj me kenë vetvetja. Ne kena thonë gjithmonë që i marrim sugjerime gjana, por na nuk mund të ndryshojmë ata që jena. Me thonë, ata që na pëlqejnë, ata që s'na pëlqejnë, na shohin më shumë. Kështu shka na ja punë, nese, kalu me diçka tjetër. Qetesh, Marko, vazhdoj. Vazhda, Marko. Në minutazhin e Markot, këtë flasim ne. Festën e Shën Valentinit, njëherë shqiptar, deri vonë se ka njohë se qërë. Unë e maj mend, ka kajnë viti 1991, kur për herë të parë, nisën në Shkodër, hajde bëjmë mamje se është dita e Shën Valentinit. Unë me të ndetën, ku më thane, ku më thashë për shtim kish. Ku thashë mas është një fest fetare. Qetesh. Po, ku më thane për Shën Valentina, kene shajti dashni, se shajti sësi e shpegosh, shumë bukur. Por më ndoj që dhe kjo fest, a këthy në fest komerciale, sikur shumica e festave tjera. E kanë përdorin kompani dhe korporatat si me ba pare. Ba me pa këtu në Shtetin Amerikës, për shembull, pa në Shqipëri, si se Shqipëria të festua festat e shqiptare, edhe festat e Amerikës, bravo i qoftë.
Por ke për çdo muaj ka të pas festa. Pse? Sepse dojnë me shit, me blej, është problem super problem. Normal, në një anë ka me kënë. Është shumë gjë e mirë, sepse kjo fest për shembull mundet me lidh dhe me bashku edhe më shumë dy dashni, si kjo është në burregu, si kjo është në dashtën. Me të drejtën unë kënaqem sepse kisha thonë kjo festa e Shën Valentinit është festa e trive. Unë kënaqem kur i shef në shkollë. Se ti ma njën nuk e festana? Se është vetëm e trive? Ja, unë se festoj Shën Valentinin. Që po të tjere i e për njët po thëmë? Jam e krejt e rejs jam, por isha të e kalu prap të ata fëmijët e vegjël, kur jam e s'po du me hopa tem. Edhe ata fëmijët e vegjël, në fakt, në fillore që janë ka 5-6-7 vjeqa, të paktën kënaqem kur i shoh edhe thoj njëna të bota zemrat për me jallon dashurës. Ata më duken domethënë kokona më e bukur e prezantimit të Shën Valentinit. Por me këthy përgjigje Joans, mendoj që Shën Valentini është festa e trive, ndërsa për moshët... Pse dashnja nuk një mosh, nuk ka nevojë me kanë trive? E vërtet, është shumë e vërtet, dhe më thonë që dashuria nuk një mosh, por është në fakt më lozonjare, kisha thonë është fest lozonjare, nuk është për moshën e markët. Po dashnia kur i ri nuk ja din vlerën atë shumë, që më lozonjare mund t'jenë, po ma kuptim plotë është me kalimin e mosh, sepse ja din vlerën më shumë. Edhe ja është shumë e vërtet. Kur i ri, sa keqe për shkakun kur kanë tri, kanë hub shumë dashni, thjesht për jasar rinis, për ato kapriqeve të rinis, kështu që s'da me thonë se du të me kanë ri për me të shku ma shumë dashnia. Dashnia e shkën tonë atyne që e kanë të vërtet. E ke thonë ma gjëvend, sepse para pak ditëve, producenti Jon Elvisi bani një poezi, edhe në vargun e fundit, në 2 vargjet e fundit, thotë si do t'ishte, si kurse ata gjana që i dona, mos t'i hupim kur. Pra, t'ja dim pak atë vlerën e pys vedin si do t'ishte, ndoshta shumë njerëz prej nesh nuk do i kishim hup disa dashni, si kur t'ja dishim vlerën kur i kishim. Pra, të pa thamë, pra, dashnia ka vlerën çdo moshë edhe ka... Por harrojmë, pra, aja është, kur je i ri, fluturon, është një shprehje e vjetër. Pra, për një thoshën ty që ke dashnia në e këtyne të rive, nuk është se jam shumë... So tifoza asaj gja. Pro atyna? Ju dyja, ju gati keni nisë më ba me kja. Ka shumë buko jeni të... Nuk janë kollajti, nuk janë kollajti. Si që të shpjegu ishim të thonë paka shumë që nuk një mosh, kaq. Por edhe unë festojnë kuptimin e fjallës në mënyrë simbolike, i blej një tub lule bashkotës teme, ose dare më ham një dark. Pra edhe herë, është një fest si faktikisht e kujton një tjetër, 2 bashkërtor ose 2 dashtën, është smati për simbolike me i blej një diçka, me kujtu se unë du, me dhanë tash një tjetër. Por njëtën po, me mëjnë që kjo fest ka anë tjetër. Cilën? Se nështë atë tonë vitin, shash, e bërë shamat, e së të në gja pa thonë njëri tjetër. Po, e kina thonë këtë që për një ditë bashkë... Po mirë, jo kina thonë, po më pa thonë mosët. Unë kisha thonë me tonë drejten, ata që shohen tonë vitin, asa ditë si janë do bajtu. Oke, pra, unë pa thonë që ka njerës që i shohen tonë vitin, bërë shamat tonë vitin, një ditë dhe me për lule dhe me për diqa. Adhe ja, krejt falca. Sepse për një ditë nuk mund është me liftu të është një tjetër. O desha me donët e tjetërën që nuk pajtohen asa ditë, po kej shumë që ja porosisin vedit edhe bëjnë fotografi që me diftutonëve që mërna dhe mu ata për rrjetet sociale dona me bot tonë që jena të dashurum, por në të vërtet në qofë se ke kalu keq tonë vitin marvëlla po të garante që s'jetu pajtu ati. Aja nuk është për lulet ose për Shën Valentin, besoj se njerëzit e egzagjerojnë pak si tepër edhe me gjona tjera. Pa ma janë shofim edhe që shfarë të më thonë fotografie që jam pruni, qanta më pruni, aeroplana më pruni. Një vjetë kisha shku allon të dyqone i luleve këto, me bejtu lule për bashkë shorten, pa egzagjerim, në Kroga, ju e dini ku Kroga i të vendi luleve atë, një 40 burra.
tanë kështu t'i pa lullet, si buqet lullet me marë. Tanë ftyrë tyne, mu mori gazi, tanë ftyrë tyne ishin tanë depresion. Bleshin me suri. Dhe me thanë, do të një blej tru lullet, për shku shmi pa lullet, për ba dhe namja, dhe dhe në gradë, pëse s'më blej lullet, ka blej shokës teme, pëse s'më blej mu. Ja, po, ma bukrar se qonë edhe qmime dhe ditë. Ja, no, ma ta lullet 15 herë. Përse në Shqipni nuk ka pas dikur diqen lullesh. Kena pas dyqan lulle, vjen shumë keq në Shkodër, kena pas dyqan e lulleve. A kanë një dyqan lullesh, po ata nuk e di, a kanë shit buqeta lullesh, kanë shit saksia më njërë. Jo, ka pas. Dhe buqeta i pështjallshin me letrën si gjamit, po. Ja, ka pas dyqan lullesh në Shkodër. Po të gjanë je shumë are, po flasë në kohë. Edhe në kohë tonë kena pas dyqan lullesh. Ka pas kanë edhe, unë e majmë edhe në kohë për ditën e mësusit, për ditën e nanave, kena që lulle në Shqipni. Jo se ka pas në një variant të madhë, por lulle... Për ka lulle të mimozit, me thanë drejte... Po, jo, me s'ka pas dyqan lullesh. Keni, të nga tubet e lulle që janë baj, kena bane për borë. Pa dhe ashtë tjetë ma. Kena kuta, e në bërë. Zamag, lulle bora, dhe file, i kena marë për jo bora. Po ka pas dhe dyqan lullesh. Unë nështë ka pas një dyqan lullesh, a kënë dyqanit të loratat, a kënë dyqanit lulleve në Shkodër, por unë nuk e di se kanë shit buqeta lullesh, s'kam pa kur. Me rase, son s'pa tham që ka keni kush, ose si janë tesh, për shamull që ki dranofile, ki zamag, ki mimoza, të gjenë lulle në Shkodër, që nuk i ata buqetet e lulleve që i bajnë Shkodër, nuk i shef kërkon, as në Amerika që bukra asaj bajnë Shqipni. Po, por edhe unë më duke më të bukra edhe lullet sot, po s'kan eren e lulleve që kanë pas dikur, duke më të bukra edhe femnat sot, po s'e kanë atë lezetin që kanë pas dikur. Pse na dikte pak mark se si ka kënë lezetet lullë. Lullet ju isin me gjithë forloj lansh kimike, për me majtë ngjyren, për me jetu ma gjatë, por kanë hup aromen. Njëtë në gjanë si bojnë edhe femnat, ven qërpikun, ven bojen, ven silikonin, janë në tjetër, për më duk ma bukur, me du ma gjatë, por edhe i herë, zëmëdhan, mu më pëlqen aja lullja e tjetër. Margo shonë femnet, unë shoj meshkujt. Kena dhe meshkuj që si janë ma më falni, se s'du me thanë që si janë ma meshkuj, po jena baj fije, janë dopsu meshkujt, nuk janë atë që burra sa kanë kenë, sepse tesh nuk e kanë fjallin e fort, se dikur kur një mashkull ka lanë fjallin, e ka maj deri në vdekje. Tesh janë ba dhe ata i fije kështu si ma dëbut, se zume e thonë tamam, më këthej herë se ma këthy Marko, me i shikim që, po theu i herë tine edhe hajde të flasim bosh. Jo vetëm që zbita kërë me ty, këto, po të kondashte shumë mirë, në dy gjana. Para punës, unë nuk i shaj femnat, për kush mjeth mu, unë i du femnat shumë. E dyta, unë kritikoj, përdo që kjo femna po mashku kërë di sa është diqa kritik, edhe e dyta, aja që të që mashkujt nuk janë masë që kanë kënë dikur, ashtë e vërtet, se si janë masë që kanë kënë dikur, por edhe dikur ka pas mashkuj që kanë maj fjallin, se kanë maj fjallin. Ose ka pas mashkuj që... Burnia ka kënë maj fort, beq. A bjen dakord me atë? Burnia... Ka pas burra, me fjallin, me dy rë, me rë, jo me rë. Burnia nuk ka pa vetëm dashni. Jo, më nërë të tana, se kur je fjallin. Diskutohet. Dashnia, madhena, ka dashni që jetojnë gjatë, ka dashni që jetojnë ma pak, ka dashni që jetojnë deri në vdekje, por këtu nuk matët burnia me këta rastën. Nuk matët burnia për me blej lule me bakshi gjana, shë nëna të thanë përgjësia, vetëm të lullet për shamo. Jo, e kam fjallën që burnia është një fjallë e madhe, është e vërtet që i meshët kanë një shusat, allon jam shumë kritik. Po më falë, nëjna të maqila të full për dashni, në dhe në dashni du të me pas burni. Se burnia nuk, edhe aty, dani du të me kenë mashkulli, mas me kenë veç mashkull, me kenë burë, me majtë premtimin, me... Këtë ishte të thanë? Ka burra këto që dalin zëtë. Kur vjen puna të marrëdhënia e dy personave që thjerët dashni, aja është një marrëveshje midis një mashkullit dhe një femnës që ka ndoshta premtime mbrend, por duhet me kuptu çdo kush e kupton se ata premtime munden edhe më thy varet se sa zgjasin. Po nuk mundesh më i thonë ti se nuk ka burrë mirë ose nuk ka vajzë mirë. Pse nuk të në ama, ose nuk e të ndima. Sepse, jo të në dashnit, sidomos dashnit e forta nuk përfundojnë kur bashkë.
Fatkeqësisht mos e vërtet. Dashni që janë tamam dashni, nuk përfundojnë bashkë, prandaj na historitë më të bukura të romaneve, të filmave, të poezive, të këngëve, janë dashni që janë shumë të zjarta, por përfundojnë keq, ose përfundojnë në tragjedi. Po se në përgjithësi nuk ka këngë dashniet ose poezina që janë kështu, domethënë këngë dashniet me darë. Nuk ke këngë dashniet që o moj zemër sa fort kam dash, e u bë me bashkë, e bë me 6 fëmijë bashkë, e u plak me bashkë, e tranë e llamt. Në përgjithësi janë domethënë që ka këngë që o moj zemër u bë me bashkë sa deshta pse mike pse të lash. Po në mora tjera kanë edhe i vjen punë teme. Për atë janë më të bukura, sepse gjana që dhamin, ata kanë edhe ata një bukuri në vetvete. Po më këti për pëtë lulet, dhe më thonë, dikur i ka ardhë lules era dashni. Sa dojnë njerëzit që dashnis me ardhë era lule. Se kanë nëshu gjanat. Dhe më thonë, është pak për falso, për falsifitet. Unë këto ju duhet me kenë të nërgjesme të dyja. Po. Se ju e njihni ma te për sensin e femnës dhe dëshirat e femnës, si jeni femna vetë. Po. Femnat në kohën e sotme e kanë të pruj fije. Pse? Se pretendojnë që mashkulli i femnës, jo vetëm që për me a ba qefin femnës, me te kalu, mi blej për shirë bukur, ose mi blej një lule matë madhe, po e danë matë madhe tubën e lule se ja ka qurë shoqes vetë. E danë qantën matë bukur se ja ka blej burri, ose i darzën i shoqes vetë. Këta është një mentalitet që kohinë sot në femnës, sidomos në rini, që ana materialistike duke si kërë banë matë unë kisha thonë kjo statement e jotja qëndron vetëm për ata që s'kon dashni, sepse të kisha thonë drejten e shpirtit që në qoftë se dën atë partnerin ose partnerën tënde, mërë nuk të hinë sy as lula as i san, vetëm prania ti e plotëson tonat di. Edhe kundërta, edhe qoftë se nuk e dën, që do që me të baj person, nuk ashtë se të përmush aja gja. Unë nuk jam dakord aty se njëri kur dhe një person nuk, avës me kanë fokra i maru në krejt. Unë sa shumë që s'kemi a marrë, por po të thëmë që nuk... Një gjanë simbolike, jam rrë një person për i tiftu se sa kanë e dënë. Por, në qofë se është dashnia, nuk krahasoj unë lullën teme me lullën e asaj. E në qofë se s'kam dashni, ka me thanë, pëse mërë e ka marrë x-i lullën matë madhe se temen. Po në ena sinqetë është i shorë për do Valentin, për do Shën Valentin, zërë fotografi 150 danofila. E di. 350 tanofilat prej këto në tavan. E marrë vetë për sipër, e thamë që s'kon për i dashni dhe kon thjesht sa për publicitet. Ai që jashtë në dashni me një dranofil i knaqet shpirti edhe e len aty edhe s'ka nevoja me zanë fotografi sepse është shumë i zanun të e shi u ditën. Ata janë dashni të vërteta. Ata që janë të postu pa fund, ata janë thjesht sa për publicitet. Dhe kështu që bi 1 milion e marrë për sipër atë këtë me bashkëfolse. Por na postojmë, por duhet në fundit, pse postojmë, e tonë postojmë, në tonë një natë nërgjeshëm që e kena thonë edhe herë, nëse postojnë sot një pjatë me krakaleca, detit, një pjatë shumë fancy, kështu të bukur, nuk e ha për ditë mërë. Unë nërse sot kam hangë një pjatë, nesër më së jam të hangë mishe lakë, jam të hangë mishe grosh, jam të hangë pilaf. Unë kam hangë bisetet. Gjallë kartolla, gjallë shpijet. Po atina sinqerë se ata vajzat ose meshkët që venë makinat shtrajt a njëna tjetër, nuk aty nisë për ditë nërsa jetë makine, ka marrë nërsa dhe me qëra, për me ba një video klip, ose me ba një video ti, ose femnat. Po prep, edhe ata që kanë luks, exhaustion, se nuk ka kur gjatë keqe, nuk ka se pa kena diqa ku në luksin, po qena sa ma original, të shijojmë, edhe fotografin kura banë me një shok, me një shoqe, edhe kur të ne i darshën ose burri jetë, ose gruja jote një lorat, hape, fotografoje, postoje, po banë një gjana sa ma originale, sepse originaliteti është a që njëhet më mirë edhe për ty edhe pra që e shikon. Po e kena thonë që janë këta rrjete sociale, e kena thonë disa herë që e kanë exageru shumë ma shumë këtë gja, sepse njerëzit përmushen të e baj një gjatë tillë, të e postu një gjatë tillë, ka shumë njerëz që ata qohen edhe bin me fjetë për të njëjtë arsye. Të rajt vedin, ma shumë. Sidomos, për shembull, unë isha të përgatitur për shembull Valentin. Mori banja. Pashka i ble edhe nusës te me një tub me lule,
Madhena kur pava se kja AI, ka dalë kja inteligencë artificiale, mora një dranofile, i thash ma ba 100, edhe ma bani 100 dranofila. Pra të shi që ka dalë AI, ka i thije edhe ma spec puna. Po, edhe për ka mokull e puna tash. Se veç Dhe me thonë për fotografia. Po pra, i shumë fishen ata. Po. Ja, unë kam një edhe këtë tjetërën, dhe me thonë, qose si zoti me zonë doshtun, pyte e hajin, si mundëm që mundëm i thonë, ma difta i fije, edhe të mësën, dhe me thonë, tjepi fije kështu idejnë për inteligencë artificiale. Po, ma do mane që e dinë sepse është një fjallë, disa fjallë të pak të janë nërkomtare, internacionale, në tanë botë e njifen, kisha thënë të pak të nëse si jam 100% e sigurt, për këtë informacion nuk maj. Po, me që e përmend në punën e AI, inteligencë artificiale, mendoj që për sa i përket shtresës tonë rrjeteve sociale, është të kalu në banalitet, sepse edhe herë kthehem të originaliteti, një vajzë e bukur ose një djalë i bukur nuk ka nevojë me përdor AI më duk më i bukur, një makinë e bukur nuk ka nevojë me përdor AI më duk më bukur. Mendoj që AI është e mirë më përdor në disa raste kur të ndihmon ty për një informacion ose për një dokument ose për një kur ta bën punën më të lehtë ose por nuk mendoj që asnjë njeri nuk duhet ta shesin veten me anën e inteligjencës artificiale që është më i mëshëm ose është për shembull kjo si piktor vënë pikturën tonë mos e bën me AI, nëse je fotograf vënë fotografinë tonë mos e bën me AI, nëse je poet bën poezinë tonë mos e bën me AI, nëse je fotomodeliste po, fotomodeliste mos e bën fotografinë me AI, kjo si muzikant kompozo vetë mos e kompozo me AI, këso më dhajon sepse në të ardhmen prep se prep ka me mjetu originalja. Aja që është originale ka me pas ma vlerë. Me pikë dhe fort kjo që hape, pavarësisht se s'kisha kryer alo punë me dashnin, dhe ti më vazhdu prep për dashnin që na more kthejsen për të spjell kthejnë. Ja, ti më vazhdu sa dush. Edhe por normal që du me vazhdu, se ma la fjallin për gjys, të shatharrohe se që disha me thonë. Por, u kujtova. Në fakt, kam një poezi për Shën Valentinin, edhe në gjoni me vëmendje se marrë për se komendën këto. Por e bukra është marrë. Edhe thonë ju mësoni përmensh këtë poezinë e Manjolës edhe recitoni janë një grave tuja, dartënëve tuja. Është sa që bukur, ja. Po, bukur. Por në gja. Ram, ta tham poezinë. Është për Shën Valentinin marrë, mas më shmend. Basa nga trash, ja, pra. Sonte, në këtë zë që ullton larg, flet dashnia, e thjesht, pa maska. Jo vetëm trëndafila, jo vetëm fjalë, por rrahje zemret, që s'din t'nalen. Dashuria është zë që thot jam këtu. Kur bota hesht dhe errësira vjen, është dora që s'lshon kurr. Edhe kur rruga s'ka emen, as drejtim. Për Shën Valentin, le t'i kujtojmë sot. Dashuria s'është datë, as premtim bosh. Është çdo ditë që zgjedhim të duam. Dhe pa arsye, dhe pa kushte. Sepse kjo ishte ajo që thash pak më përpara, dashnia nuk është se prune ose i qove dikujt një tuf lule, por është në qovë se jam ma ndoren atëherë kur ka ma nevoj se kur. Ka qishte. Bravo. A bërë me recitu, se unë recitej këta të Markot, se Marko shkryen shumë për dashnin edhe i ka taman kështu pikante. Për na recitoni sa po pat na pak pushim ty që të mendosh na u lall Marko. Poezia e Marko titullohet Gjuadal. I pyeta gurt në përmure dhe grillat në dritare. Ku janë ata që këtu jetun dhe vajzat me sandale? Më thanë që plakat pas kanë vdekur dhe shok në mërgim.
e dashura ime është martuar, ajo këtu ma nuk rrin. Ajo më tha, hala një gur, gërvishtën me gastare, një zemër mrena saj ku shkruan 2 emnat iniciale. Bukur, bravo, Gjana, bravo. Ja, bukur, Mark, por ndolet aja shprehja që the pak ma përpara që dashnit e vërteta nuk përfundojnë korra dhe kja ka martu me dikën tjetër. Ma i mendoj një gjë tjetër, dikur në shkollë, të bankat e shkollës, nuk e di se janë tesh bankat e shkollës, por kena pas një kapak edhe ishte një kompensat që vite sipër, edhe gjithmonë mashim i copletër, shkrushim dë gërma, i fuqim zemër edhe i msheshim aty edhe thoshim kena me marrë vitin tjetër. Këta ishin ata sekretet që bashim. Këtë se pas kam nina herë. Prima? Që pas keni kanë edhe ju brezirës, gjithmonë për shdo episod rrijem sa i gjona të reja. Po, ishte bashkurime këta që janë. Kurse sot edhe në Shqipni, edhe në Kosovë, me sa kam pa, po në Shqipni, i neve shumë rëndësishëm Valentinit. Dhe shumë mirë bojnë, sepse sa ma shumë që të festohet për dashni, sa ma shumë që të flitet për dashni, na shqiptarët kena nevojë për dashni. Sepse kena jetu një periudhë kohet, ja, të rrejt një tjetën, por të pas parasysh se sistemi komunist ishte shumë i egër, dhe tranzicioni ishte shumë i pa stabilizuar. Na heku pak dashnin për njëri tjetrin, na heku pak dashnin edhe për vendin ton, nga vujtja, nga hallet, nga mizeria që ishte sistemi komunist. Dhe shoqërit më e zot takot e fundit kena nisë me dash një tjetër më shumë dhe festa e Shën Valentinit që festohet edhe në Shqipëri ka bukurinë e vet, përveç se egzagerimit që nuk më pëlqen, ta festosh, ta shijosh, është krejt normale, është gjë e bukur, ta egzagerosh mandena ka lënë një nivel tjetër që bëhet krejt banale. Kam edhe tjetër, Mark, më fal. Ta kam në hanë të mirë sonte. Shumë mirë. Ti e fryma që më në gjallë, hapi e mi parë, rruga pa fjalë. Në gjdo hap, në gjdo mendim, je hija jeme, je në rëqim. Ti e gabimi që më shëron, e vërteta që zemrën mas gjën. Je zjarim në net teftota, je drita, kur shruhet bota. Në venat e mia rjall si zjarë, më djeg, më shëron, më mon gjallë prap. Më ngrej lartë për te gjdo rejet. Je qeli im, je dhe u kur bie. Je loti që zdua ta fshi. Kur jam me ty, gjithë shën në lën. Shpirti im në ty pushon. Ti je bota, fryma, më kati im. Fillimi dhe fundi i çdo ndjenje, pa emrim. Në ty humbas, në ty rilind. Dashuria që kur s'ka marim. Dashnit që s'marojnë kur. Edhe dashnit që s'përfundojnë kur bashk. Desha me e vërtetu atë fjallën Markot. Jo, në dhja gjasë, e thash dhe vetë parë, po dashnia është një ma bukur që mund me kalu një jetën e vetë. Si që ka thënë edhe Stephen Hawking, përkëtësia e njeriut do ishte kënd që me le edhe me dek para në dashni, se ka njerë që lejnë edhe desin dhe nuk binë dashni. Është privilegj me e përjetu njëjën e dashni është një ma e fort që mund me kalu njeriut, e dashnia ekstreme, kam fjallën. Dhe lumea që është janë, kur ka mundësi. Pëpse është qëllimshme, është pyetja. Është se është që bukur. Po pse gjonat e bukura nuk duhet për me kanë dhimbshme, gjonat e bukura duhet me kanë bukura. Thojnë në një shprehje tjetër që nuk e di kush e ka thënë me të thënë drejtën, që nëse dini mundeni me plotësu, kur ke arrit dhimbjen më të madhe, atëherë ke provu dashnin. Si janë shumë shpreha që kanë thënë shumë shkrimtar ose filozof për dashnin, janë të më thënë shumë të bukura dhe kanë kuptimin e vet. Por on mënej që i bo me pa nga ana e natyrës, gjanat që i kanë dhimbje më të madhe, bin dashni më të madhe. Për shembull, dashnia për fëmin, është dashnia më e madhe, po të lindish një fëmijë, gratë e dina është një dhimbje më e madhe që mund me ekzistu. Por e harron. Po e harron, sepse vjen dashnia mrapa është fëmia. Dashnia me dhimbje. Po ashtu, po mihimi pa të kanë profet
e fenave tonë, në kalu dhimbjet ma ekstreme për me tregu se dërtinja është e fort, dhe me thanë, Krishti ka pranu mu kryqëzu në kryq, me marrë dhimbjet fizike më të forta, me na diftu ne, me diftu njerëzimit, se dashnia është ajo që mi zotron mi dhimbjen. Pra janë edhe shembuj tjerë që kanë shkruar shkrimtarët ose filozofët për dashnin, por njëri mëson për dashnin nga tjetër, sepse dashnia nuk ka vetëm me dash një femër ose me dash një mashkull ose burrin e gruan, dashnia është me dash babën, nanën, vllajën, motrën, me dash shokun, fëmijët, sigurisht. Dashnia është me dash natyrën, me dash kombin tonë, me dash ujin, lumin, në Tona i përmendë veç dashnia është edhe me dash të vetin. E ma more për goje, Gjoan, kemi jetu ma shumë se vetë. Do të me dash të vetin. Noshta është ma rëndësishmja, mas me harru me dash të vetin. Po, vërtet e se po zdesh të vetin s'ke dash. Asë nuk mundesh me dash kanë tjetër. Por edhe i herë kjo Shën Valentini, me përzi pak me atë inteligencën artificiale se e përmenda parë, mendoj që njerëzit duhet me pas kujdes se sot tanë mundë me kuptu kur është një fotografi originale, kur është një fotografi e bëme me inteligencë. Kur është një video, ose kur është një tub lulesh ose një diçare. Prandaj që unë personalisht, njerëzit bajnë se dhe se edhe bëj si Po ka njerëz që kanë qefa, unë personalisht prep kam qef atë danofitën me ferra, atë originalen, kam qef njoftës si është. Me të thanë të drejtën bio, gjanat bio. Shumë dakord me atë që thu, por bi dakord edhe me atë që thotë Gjoana, në qoftë se një gjatë të bën të lumtun, bëne. Masë gjyka tjetrin pse bën ti, unë s'du me e ba. Që mendoj unë që është e drejt, mund është me thonë ti që s'është e drejt. Po është edhe anasjallë të sa ja bun. Kështu që me të thonë drejtën unë mesazhi jem është në qose shijan bën e masonal. Keq kujt mas i bën, por nalo mas u bën atë që është dhe që e bukur. Aja paka shumë që dishte me thonë ti markishte që për shembull një ashtu si thotë jashtë majol që për shembull nëse që janë diçka mirë keq bën ty të kënaq ty bëne. Por që ishte me thonë ti është më shumë se paka shumë ka një që i të rrejt vedin këtë, paka shumë i të thonë. Që që me rrejt njëri vedin këtë, ka i herë është dhe ja, nuk ka mirë, se është vazhdoj njëri tu zhgënjy. Jo, e diskutohet, se për shembull janë dy pikë, domethënë dy. Kina thonë disa herë, më fal, kina thonë disa herë që në rastis shumë që shofim njerëz në jetën reale që nuk i kina pa, ka kohë që nuk i kina pa, edhe këto rrjete sociale normal që i shofim pak shumë më shpesh se i shofim në jetën reale, edhe nuk i njohim, ta herë kalojmë pa i fol. Pse? Sepse egzagerojnë një lloj mënyre që edhe ashtu s'ka kuptim, Më duket për këtë e kishe ti fjalën, se dëshme rrajt njëri vetin. Po, për këtë, po të pas parasysh se inteligencë artificiale është bën për me ndihmu për shembull mjekësin, spitalet, doktorat, është bën me ndihmu inxhinierët, është bën me ndihmu avokatin, gjyqtarët. Inteligenca artificiale. Po, mu përdor këtë si duhet, aja është ka të mirë në vetë. Por më mërmenja bile na thame kur po bëhet inteligjenca për marrë na bë punë të shtëpisë. Atë po, e kisha marrë fillin një me bë punë të shtëpisë. Që inteligenca artificiale është më rrezikshme dhe ka më kanë më rrezikshme se bombet nukleare. Unë mendoj se inteligenca do të më kanë pak e limituar. Artificiale është kulla e Babilonit moderne, e cilës ka më ardhur fundi. Unë mendoj që inteligenca artificiale në vitet e ardhshme ka me e shkput komplet njeriu prej realitetit. Inteligenca artificiale do komandojnë njeriu dhe njeriu nuk do të komandojë më inteligencën. Ashtu qysh që e komandon. Dhe më keqja kush ta bajnë inteligencën artificiale të parën për të jetë superfuqia e botës. Pra lufta sot nuk është më për naften, nuk ka për arin, pavarësisht se këta janë prap interesa që kanë qetet, por lufta sot bëhet kush do ta kapin inteligjencën artificiale në para. Sepse ata që të kapin inteligjencën artificiale të parën, domethënë ta kompletojnë të mallin, do të jenë
do pushtojnë botën sepse do t'jenë arma më e fuqishme që ka krijuar ndonjëherë njerëzimi. Po, është me pa në anën tjetër, por unë kisha thënë inteligjenca ka me lënë edhe njerëzit pak pa dru, me kuptimin që s'ka nevojë me menu se pyesin inteligjencën. S'ka nevojë me lexu sepse pyesin inteligjencën. Domethënë, nuk kam i punu me të thënë drejtën. Kam i lënë disa njerëz edhe pa punë. Sepse shumë profesione nuk kanë mu nevojitë si nevojitën sot. Plus, inteligjenca artificiale do ja hekun masken të shumë skemave që janë bërë deri në kohën e sotme të njerëzimit. Për shembull, banda vetëm një shembull, në Amerikë, shumica e rinis paguajnë $40,000, $50,000, $100,000 për me marrë një shkollë të lartë. Ti, për me pagu $100,000 për 4 vjet me marrë një shkollë të lartë, më mirë pagu $20 muj paguën inteligencën artificiale, ata zgjidhin problemin, ta mëson si me bë këtë, atë historinë, biologjin, kimin, po kam Milan, domethënë pa kulturu me kuptimin pa shkollë, pa dituni, pa përdor, pa vu trunin në përdorim, sepse është edhe një gjë tjetër, unë për veti, për tan, paktën për shqiptar, se s'mundem me thënë për tan Evropën, por për sistemin ton shkollor, ne na kanë lënë me menu, si me zgjidh një problem. Tash janë të bë nuk e lot trunin, është thjesht veç përgjigjen. Po, çdo gjë është me ChatGPT. Po, nuk është e drejta ajo sepse nuk zhvillohet. Domethënë zhvillimi i njerëzimit ka më shku në kurm, se domethënë është edhe ja, ka më shku në deri një pikë, mandajnën edhe ju më mërmeja keni pa, si ti Gjohan, si ti Manjol, por Shqipnia fatkeqësisht kisha me thonë është një shtet i vogël dhe shpeshherë bojnë eksperimente sociale në Shqipni dhe njerëzit një kafe në ditë dhe nuk i shikojnë disa gjana. Shqipnia është i vetmi vend botë, pra vend i parë në votë, që ka bë ministre inteligjencë artificiale. Ata e kanë menduar se më thonë për eksperiment, se nuk është se... Jo, është e regjistruar si ministre. Prandaj po tham që Shqipnia... Ata në qishtë dhe shtatzon. Prandaj po tham që Shqipnia shpeshherë bëhet vend eksperiment për inteligjencën artificiale, për me mlat datën, më në dera, të thirët, se si reagojnë njerëzit, si reagon inteligjencë artificiale. Edhe unë nuk mundem me thanë që jam i ati rangot me pas aqë inteligjencë sa me disë si kome ka në ardhmja e Shqipnisë apo shqiptarëve, por unë menoj në basë se si janë të shprej njerëzit sot më të inteligent bots, profesorët bots, janë të thanë pritet një rrezik i madh nga inteligjenca artificiale. Kjo në ka më shkaktu panik, sepse paniku nuk bjen në gjatë mirë, por ka herë duhet me luftu realitetin. Dhe realiteti është që inteligjenca artificiale ka me lënë mrapa njerëzimin dhe do e kontrolloj njerëzimin në atë pikë sa që njeriu do të bëhet vetëm një robot biologjik që do të jetë vetëm për krah punët. Pikë. Po pra, lumë ata që i kanë pak të në krahun e punë, sepse inteligjenca s'ka me të mësu për me ba mure, për me ba drasa, drita, diqa. Mirë ata që kanë me kenë komplet s'kon me vut runin se hajtë se kena inteligjencën, edhe me të pa punë, edhe në hak punët, ndoret edhe ka menqëria sepse ke zgjellat e unë thamë ma keqë është për njerëzimin edhe për të ardhmen e fëmijëve tonë, se jo ne të paktën... A desha me thana, është kjo brezi tjetër që ka muniku ma shumë, se ne të paktën i dina të dyja botë. Po këtë brezi tjetër ka me kënë shumë majnë i kumë, por në kena dhe Mira Muratin, që ka kënë, dhe me thanë, ka pas një impact shumë malë. Si ishte një period që ishte CEO për inteligencë, po, për inteligencë artificiale. Kjo është të regon që në shqiptar jenë të meqëm, atë që i thash edhe me për para. E majmen në një intervist, Mira Murati tha, kur ka kënë të ja diftu prindve vetë, këtë gjatë dhe me thanë që kanë ba, dhe i ka thanë ama që po gjithë shka mund është me pytë këtë dhe diftanë kja, po i ka thanë ti shkruan pyetjen dhe çdo gjë që ti e pyet ata tregon përgjigjen. A ke qef me pyet diçka? Po, e ka pyet. Kur do të martohet Mira? Edhe kja është ajo pyetja e prindve shqiptar gjithmonë kur i kanë fëmijë veçar, kur ka mu martu? Atë aja gjeti apo ja? Nuk e di. E dera që s'ka shku. Duke s'ka shku dera atë. Një kuriozitet
që më thanë duket pak pozitiv, si dhe mos për ne i bora shqiptar, përsa e përket inteligencë artificiale, është se thënë në të armen, bile kanë kriju në Kinë, janë të kriju disa femna inteligencë artificiale, cilat mund është me e marë për gru. Pra, dhe më thanë, e marë në shtëpi, lanë teshat, banë në shkinë, të pënë, banë me hangër, edhe mund është me shka, mund është me thanë qatë du, aja dhe qesh, nuk të këtë fjallën kur, nuk thot ku pa shkanë, nuk thot se pa kur dolin këta, nuk thot se pik do hanë, nuk thot se pa shkanë me shkop, nuk thot se pa shkef nishë futbol. Ma do mendje që edhe gratë konë me ma i prej tyne me jalon burit në përshpi. Po këta kines bashin vetëm femna, kështë? Femna kanë ba, kështu që është një lejmi mirë, për meshkët shqiptarë. Pas kanë ba veç femna, pse vetëm femna? Nuk falë, po, pse mashkulli nuk u do ka pra gjo, që s'kanë ba meshkët, vetëm femna ka rëndësishme që i ka po, edhe të të martum, të fakt. Ka disa femna që të thënë, pse këna... Pa prapë, një prapë, prisë po ta përfundoj vetë. Pësh femnat, që janë me burra, thojnë, atin që, merja një, kur të bëhet me nervaj, i ven këte, kur është për qef, të më thonë flit me mu. Ja, ma se jo fena me kena ashtu mund me punë të shpisa, e ban kja kjo roboti? Po, i ban ta. E pas ka halal me marrë këto në konjën e për shpi. Jo, mërë po... Nga për te humor. Mirë, me kalu më falë, me kalu prep të dashnia, po ja ma, kina kryj punë me dashni sande. Kalujmë në ka dashnia, por a dashnia ashtu prejk për... Po, dishte me full për këta dashnit online. Inteligente. No, po online, për shamu. Si menoni jo për këta dashnit online? Dashnit virtuale, virtuale, më falë, po. Do më thamë për këta rinin ose njerëz jo veç rinin, ka dhe njerëz tjerë që në rrjetet sociale, po. Po disa thonë që janë me fat. Unë si besoj. Ja, unë gjithmonë që të mas kohët e fundit kam menu dhe i rri shprehjes të Albert Einstein që thot realiteti të çon nga A-ja në B, kurse fantazia të çon gjithkund. Pra mendoj që ka njerëz që në realitet jeta atyne fatkeqësisht nuk ka dashni mërën, nuk ka lumtuni mërën dhe nuk ka harmoni mërën. Atëherë atë e gjenë në për rrjetet sociale ose me një person tjetër që shkëmbejnë mohabete, mesazhe dhe e krijojnë një farë dashnie virtuale dhe ajo i bën të lumtur. Po atëherë, do të thonë unë nuk e shoh si gjatë keqe, në kjo se një njeri ka një jetë, një realitet me abuzim, ka një realitet ose është shkput, është i vetëm, një jetë vetëm, një jetë pa shoqëni, një jetë nuk ka një dashur dhe e gjen dikën rrjetet sociale dhe komunikon, në qoftë se është për të mirën e tij, nuk shoh asgjë kur gjatë keqe nuk shoh. Edhe ajo është dashni e rreme. Nuk është dashni e vërtet, sepse ti thon ndoshta është i vetëm edhe gjen një dhe po flet në rrjete sociale. Nëse po flet në rrjete sociale, janë 2-3 kontinente të ndryshme, ku diun në përbot, edhe thonë o marrova mastejet ose hajde se po flasim tash, duhet me raj fije njëri me kam tok. Tash jo, nuk them se ajo është dashnia më e mirë, sepse dashnia më e mirë është dashnia e realitetit, që jeton për ditë. E kam fjalën për disa njerëz që njihen të vetmuar, e kam fjalën për disa njerëz që ndoshta kanë kaluar një jetë me trauma, me probleme dhe janë mbyllur atë guackën e vet dhe kanë krijuar një shoqëni ose një marrëdhënie virtuale me një individ që është tepër larg dhe nuk kanë ashtu. Por unë e shoh si një terapi të lehtë. Nuk e shoh si gjatë keqe. Atëherë duhet me qu terapi, nuk duhet me qu dashni, sepse unë për veti thash ndoshta jam shumë e shoh komplet në një drejtim tjetër, nuk mund është mërzot me dash një në hanë një në tokë, marrova mastejet e bana mastejet e tash në ma gjohan. Ja, një ashtu është, por se tha Marko, dashnia realitetit është kur je bashk. Edhe ashtu nuk është, se ke edhe boll që janë bashkë dhe se janë dashni realitetit, ka gjithë farit. Dashnia është një fjalë shumë e vështirë mu përkufizu me një fjalë ose me 2 fjalë. Dashnia tanë e përjetojmë ndryshe, tanë e përkufizojmë ndryshe, por si që thamë në fillim, shqyqër Zotit është me fat gjithkush që të pakten e ka provu, edhe ata që s'e kanë provu inshallah provojnë,
Sepse një jam më bukur. Kush s'ka qejf, ndoshta dikush të shoqërisë që ka bërë. Nuk është besoj që është me qejf, ajo është një njenjë që duhet menuar në mënyrë natyrale, nuk është një njenjë që imponohet, është një njenjë shumë e pastër dhe është një njenjë që nuk ka nevojë për fjalë. Mirë, kthy pak për sheshave, si që një folë për sheshet. A din sa mija të marrë, shqyr të mallit zot që i kora vlera diamantave. Po se. Kanë bërë diamantat të laboratori, shqyr zotit. Shqyr të mallit sa kanë gjoja ma pa vlerë, që i kanë dhanë vlerë. Jo, diamanti ka vlerë. Diamanti është një kristal që nuk ka kur një lloj funksionit përveç se me prej xhama ose me prej në gjë tjetër. Diamanti është kur gjë tjetër një kristal që nuk ka asnjë funksion. Ari ka funksion tjetër. Bi dakord. Në gjë. Ari i bardhë dhe ari i verdhë kanë funksionin. Në gjë. Nuk mundesh me thonë që është një gur që s'ka asnjë lloj funksionit, sepse është i vetmi gur që kalojnë vite e shekuj për mu kriju. Nuk është diçka që merret sepse të një lloj vlere do ta kesh. Guri i malit ka kalu shekuj e vite në për vulkane. Po me kene kishin huaj dhe gurin në vulkanit në për dora në për kunora mbretnishe. Nuk ka vlerë. Diamanti përmendim dhe vjen mirë, bile se s'po ka rëndësi me ba biografinë e diamantave, po më vjen mirë që meshkujt nuk kanë nevojë më me agju me $1,000 me ble një gur diamantit, shkojnë ble një kristal dhe një diamant bam laboratorit, dhe është kujve për apun. Po, din si tha dikush për këta, si e niva për këta diamantat laboratorit, që thojnë lab grown diamonds, tha ishin Facebook sho një grup edhe po thoshin që ma ka ble dikush një onaz kështu dhe tha dikush tjetër tha ja është onaz falso edhe aja tjetra u fy edhe i tha ti thu tha dhe me thanë për shembull njerëzit që nuk mundën me pas fëmijë për shembull edhe bajnë fëmijë një mënyrë tjetër laboratorit IVF që thirrët këtu edhe tha që dhe me thanë që ai fëmijë nuk është taman original. Një ashtu po bëhet e krahasimin dhe me thënë me këta diamanta që rriten dhe me thënë krijohen në një mënyrë tjetër, po do të më thënë që nuk është se ka ndonjë diferencë aq të madhe për atij origjinale. Sepse do të thënë me sysh dallohen, me mashinë nuk dallohen, normalisht i ka nuk ka të njëjtën vlerë, nuk ka normalisht, por aja pas ka bërë shumë bukur në fakt sepse ke që i bëjnë ashtu sepse smunden për me pas, po është më thënë që fëmia nuk është, por me thënë drejtën fakt mirë më dolet ky komenti, sepse janë disa njerëz edhe kam vuri që nuk din me thonë marrë zët, edhe nuk e di se sot gjone kanë fjalorin, sepse fjallori tyne ka ndoshta 3 fjalë, edhe i shkryjnë ata 3 fjalë, po ti nëse s'din fjalë tjera mos i shkruaj hiç më vëllai. Edhe njerëzit që shkruajnë ata 3 fjalë që si duhen kuj gjaj lek, janë ata njerëz që janë një keq me vedin, një zi për mrena, se s'di pse ke edhe telefon dorë, thon drejtë. Ja, po janë disa njerëz që kanë një fjalor, po disi si pun, kara telefoni, kara telefoni dorë gjithkuj. Pa, kanë vazhdon kalor dhe bile niva dikon që po nuk e maj mend se kush e tha që edhe atë internetin që e përdorin e vjallin, tha. Imagjinoje, dhe me thënë, janë njerëz me telefon dorë, me internet vjallën, që dojnë me dhanë men. Po nesë me thaja, drejta çdo kuj me mënimin e vetë dhe me folë që të dojnë, për veç aty një që shojnë. Ata që shojnë, po dhe 3 fjallë, kur i shkruun, mas i ban ata 3 fjallë, 3 fjali. Po, edhe kalaje. Po është bukuria rrjetit, sidomos e rrjeteve sociale. Mund është thjesht me e kaluar xha. Se diçka nuk të pëlqen, mos e shif më vëlla. Ja, mua din që se une rrin rrjetet sociale shumë, ju e dini shumë. Do më thënë rrej kam edhe personalin tem që do të thonë njëri tjetër. Kur çam bën përshtypje për shembull, gjatë përto, shtohin të kanë të luajë volejboll. Sorry, I have to stop. Edhe qohët e thënë, ama da me lujt volejbollaj. A kur o bëhaj me lujt volejboll? Mas 3 javë që shefa të lujt volejboll. Ose për shembull ku hapën na podcastin. Janë bëha ta me podcast, kanë hapë podcast gjithë kushi. Kush e thot? Njëj që mjef mu, njëj që t'njef ty. Qa dojnë ata me hapë podcast? Se më vlastu urime podcastin, ata prinë zoti marë, mirë balë ki, bon.
ty badam kujsje, ty marrë elektrikun kujsje, ty marrë lek kujsje, ftyrën tonë jetë e qitë, mendimin tonë jetë e qitë. As jam të lyp buk, as jam të lyp lakna, as kos, as vajgurit, as kurxhan. Thuaj marrë fjallën e mirë. Manena, masi e ban kritiken, a kusha ba me dalë në podcast, pse dalë në podcast, nuk shkan 3 javë, nisin, o hapin podcast, ose bajnë video vetë, edhe dojnë me lanë, po ta kërë ma ti shqyqër zotit, po mas e kritiko tjetrin, ose mas ban mlef për tjetrin, e manena ban të njëtë në gjanë. Ose ata tjerë, që këmin për shemë në rrjetet sociale, në që me të kritiku, ose me thonë adin qanë, nuk njeko ma vlazume, njekë se fletë marrina, dakor. Po ma si me shumë e fjallë të njëta. Më tinë, kjo se më shumë me fjallë të njëta, që së njefë së mden, prej të cepit fundit boz, në cep fundit boz, atë ko më të lezu në orështa motra jote, ko më të lezu në orështa nana jote, ose kushrina jote. Pra, ti diftu edukatën tane, se mu si ti më bërë gjatë. Për janë dhe po thëmë me thonë drejten, e përmlolla aq bukur, por kisha me thonë duhet edhe ja vetë besimi, se mund është me mshat tanë ditën e lumen, që ose ja din vlerat vedit, kënajt henet na e del, thjesht diftan se kush jeti, jo se kush jamon, ose kush është ai apo ai tjetri. Kështu që për vedin, jo për ne, ose për atjetrin, po thjesht për ftyrë tane, mas hargja, edhe pavarësisht se s'ke ftyrë, sepse janë njerëz që janë komplet pa ftyrë, edhe pa identitet, kështu që remar vllon punë tane me qenë se do me kenë aq falso, rri komplet në punë tane, mas se hargjo hiq atë kohë, në mënyrë absolute. Gjuana na u kthy, ju lutem mas tjerë në ambulanca, doktora, po me një incident vogël, po shukë zoti Gjuana na u kthy. E kishin prej dashnisë, e kishin prej dashnisë. Ai mirë më. Na me dashnia në fët, për një. Mirë, me që të shina për të dashnia, më duket dhe, të shio këtheva, du me lezu edhe një vjashtë Markot edhe kaqën për dashnin sande. Veç kina najtu shoso ki ikti. Shën Valentinin tjetër, du të bëj një të gjatë vetë, taven. Titullin në fakt nuk kja di, po për dashnina, shkja kanë, kjo vjasha e Markot. Nuk ka breg në anën tjetër, ko të lundron në qiell dhe ujë, si kur toka, hana, spreken, unë dhe ti do mbesim të huj. Do të kohna në për reshta, në për kong dhe melodi, në për gjethe që lëshën vjeshta, do t'i shof në gjyrat dashni. Lunra jote do t'vjetrohet, lot e ngrot, fan me përbi, nuk ka breg që vjen afrohet, në më kërkosh më lyp në poezi. Bravo Margo. Bravo Gjoana, bravo dhe Margo se në gjë. Pa. Marko më falë të shti se ti shkruan shumë për shumë gjana. Jo shkruan, se e ketesh, është diçka që e ketë linën. Por për mu, ma bukur se ti shkruan për dashni, nuk shkruan për kur gjatë tjetër. Faleminderit. Mirë boll që e theti se thamone, dhe desha me thonë se se ka dhe këtë tjetrën. Kur e shifni Markun këto, Marku kundra betal, në mënyrë absolute, jes duhet e zban këto nërza, kur e shef Markun në përvargje, on qile ti në toke, pse je atje on këto e, a mon më në të gurë ku e lashe, jes të mytë vidin, s'duhet ta nalë vrapine, se i maj më disa poezit Markut, të shmark, këta poezit nuk dalin, se s'ka dashni. Po, absolutisht. Poezia është njënë. Poezia kër i shkruan për dashnin, dhe më thanë, ti referohet një dashnis që ki pas, ose një dashnis të kalume, ose dashnis që ki. Këtë ashtu kër shkruan për atë dheon, shkruan atë dheon. Po, isha të e byta kërë kërë e poesi për atë dheon. Ku shkruan për atë dheon, shkruan për atë dheon. Për Shën Valentinin flitet për dashnin e atë dheon. Shën Valentin është fejta e dashnis e atë dheon. Faleminderit dio për komplimentat që më kanë. Na, jam meritume të është. Ja, ta si që për një gjotë. Kur heket kapelja, të heket kapelja, sepse që është. No, e kvalitet, nuk është kompliment. S'kam kanë 50 vjetë gjithmonë. Kini vërë dhe ju në kohën tuaj? Kam kanë një ri,
Jam rrit edhe në një ambient kur në ka mungu çdo gjë përveç dashnisë. Jam rrit një ambient ku ndoshta mungesat e mëdha që kena pas nga ushqimi, nga veshja, nga gjëra materiale, na ka kompletu gjëra shpirtnore. Dhe kjo ka bën që na të kena një nostalgji shumë të madhe për atë kohë. Prandaj na, siç e thamë në fillim, dashnitë e para, dashnitë e shkollave të mesme, janë dashni që zakonisht nuk përfundojnë bashkë. Pra edhe unë si shumë kush kam pas ata histori të Rose të minjat. Rose. Që jam mundu nga nostalgjia me shkru 2-3 rreshta dhe fatmirësisht ka njerëz që i kanë pëlqyer. Do të thonë gjana mirë, gjithkush e pëlqen. Po më pëlqeve dhe ajo pjesa në fakt kur tha që kam bërë allon kohë teme. Pse më vani ideja të më kujtuaj Pallati që në 76 Roland Trebicka, një super aktor i jashtëzakonshëm që s'kthehen ato aktor nuk kthehen kur mansken, por e bukur është që e gjen nga një pjesë, domethënë aty këtu ata kujtimet aty në viteve. Po, a doni mo për Beluli? Për dashnina, keni në e gjatë tjetër me shtu? Në gjatë. Jo, ndërse me thonë diqa të shti. Pra ti për dashnin. Deri parë thë nuk do me folë kur qarë për dashnin. Sa shumë pat kam menu i ditë të thonë me vedi se sot rinia, nërta nga rrjetet sociale, shkruaj për dashni, ven për dashni, ven puthi, ven në naza, ven propozime, ven një në tjetër. Dhe është arrit një konkluzion si kur sot vajzat janë i hije ma liberale ose ma modernizume ose ma, si me shpjegu, jo se janë kënë gjyshet tona edhe ste gjyshet tona ose nana tona. Dhe me thanë, na është kriju një mentalitet që gjyshet tona kanë vujt, se gjyshet tona s'kan di qa dashnia, po ba me pa më duket se gjyshet tona, edhe gjyshet tona kanë dit me dasht ma shumë se din vajzat sot e rinia sot. Pse? I kje sot qiftet e reja martohen bën 1 fëmijë, 2 fëmijë. Gjyshet tona, se gjyshet tona ka 10 fëmijë, ka 12 fëmijë, i kanë bën. Pra, ata janë kanë duket kanë bën ma shumë dashni me burrat e vet. Kanë pas televizor. 13 fëmijë, kanë ditë ma shumë qatë dashnia, sa dhe rinia me zhe bojnë një fëmijë. Në gjë, ka kene dhe... Matët aty dashnia sa fëmijë banë, por nese. Në gjë. Jo, e për fjallën se s'kanë vujtë fort ata për nga aja dashnis. I kjetë është një dhe kjetë pjoca jonë. Po dakord, fort po. E tha Manjola atë Barcaletën me Qirion herën tjetër, dhe me thonë kanë harru me fik, por nuk dhe me thonë se sa fëmi, se ki ba fëmi ma shumë me duhesh ma shumë, por me gjithate ata po e kanë pas, ata që janë dash taman, e kanë pas taman dashnin e vërtet, sepse ka kënë dashni sakrificash. Sa ta shkollaj me dash dikan, me si ka arë koha sot. Se të shikon, aja vlena si a vlena i plëtson kushtet, as plëtson kushtet. Shumë sakrifica, por ashtë ma nëryshe, sepse dikur sakrifica që tham ashtë kanë nërtu familje mija zgja, kurse sot ashtë jo vetëm që ashtë ma kollaj, po ashtë ma kollaj edhe me mirë majt dashnin, sepse kur nuk ke kushtet, edhe ja dashnia fillan edhe venitet, kurse ta kushtet kanë fillu i fije Milan mosi mshtetje dashnis, mu ba pak ma e kollajt. Por nuk është... Vjen mirë diqa, se rinia sot, ma shurinia shqiptare, ka shumë ma mundësi sot me shiju dashnin, sepse shkojnë në për kafe, shkojnë në për kinema, shkojnë në për festivale, shkojnë në për koncerte, shkojnë një kafe bashkë njëri me tjetër. Në kohën tonë, për shembull, nuk ke mujt me shku me dasën e tonë me pi kafe, se të ka gjyku të thonë qyteti, a ken turp, a ken marrë, a ken ja veçaja, po ke sakrifiku për dashnin, sepse në kjo se ke shku, dhe me thonë, nuk i leju që me e baj diçka dhe ke batit, ke sakrifiku diçka të malë, kurse sot si të të vetë, dalin në për kafe, pa problem, nuk ashtë ata gjanat, dikur nështë që kanë kënë matë msheta, kanë kënë matë bukra. Na jep edhe në lejet flasim. Dashnia është e rreme, shkurt, bukur edhe sakt. Sepse në shumicën në këto kohë të pakten
është në qoftë se nuk i plotëson të tana kushtet, nuk du, ose sa vjen një minut i vështirë në jetë, je gati për me lëshu. As mundë mi rezistu kësaj, dhe e the bukur që atëherë ka ndosht prej mend, sepse në qoftë se do një njëri, edhe thu primën që është dashnia jetës teme, nuk ja lëshon dorën në kur kohë bëhen të vështira. Dhe më thonë, nuk quhet dashni, vetëm atëherë kur çdo gjë është të shku vëj. No, dashnia quhet atëherë kur të kanë hell prej majemalit edhe jetu ra rrugës për poshtë. Nëse jetu e prit atë dashninë e jetës tonë poshtë, atëherë ajo është dashni. Po nëse Elena dhe i thu, më vjen keq që urxove, ajo s'është dashni. Fatkeqësisht jam shumë e sigurt në këtë mendimin që tham. Igor, pak të thua. Rinia sot atyra viktime, kena thënë edhe përpara, e materializmit. Për shembull, kam një shumë vajza të thonë në për rrjetet sociale edhe në për televizionin, në për emisione të ndryshme, vajza të cilat janë jo vetëm të bukura, por edhe shumë inteligjente, që e kanë vështirë ka herë me dalë në për date, si thonë? Po, date, në për takime. Në për takime. Dëshpërit për me njoft njerëz të ri. Me meshkuj. Sepse sot edhe meshkujt kanë rënë viktimë e materializmit, kanë bërë një makinë mirë, ose kanë bërë një parë atletet bukura, një zingjirare, një sahat shtrenjt, edhe mendon se është i kompletuar dhe me atë femra do ta pëlqejnë dhe do bin dashni. Shkon atje me hangër dark me femrën, nuk din me lidh dy fjalë, nuk din me bë një mohabet, nuk din me komuniku me femrën që ta johshi femrën, se femra është shumë delikate. Femra ka nevojë jo vetëm për fjalë të bukura, por edhe për gestin e bukur, për sjelljen e bukur të një mashkullit. Pra sot femrat vujnë ta gjejnë një mashkull të tillë. Edhe mashkullit që ka një Mercedes bukur. Po pra thot mund me marr vajzë më të mirë, sepse kanë paret. Po pra, kështu që duhet njëri me kuptu. Femrat vujnë marr. Në fund e kam fjalën për ata që ta më kërkojnë dashni. Në fund si mashkulli, si femra, da më kërkojnë njeriu në duhur. Mandena ana materiale është një plus, por nuk ka vendimtare. Unë mendoj që edhe meshkujt sa të vujnë, jo vetëm femnat, kur për me gjetë njerin e duhur. Pse? Sepse ka edhe femna që kërkojnë veç njëat me materializmin. Nuk kërkojnë njeriu, nuk kërkojnë dashnin. Ka edhe meshkuj që vujnë sot me gjetë një femën për smarit. Pse? Sepse ndoshta jeta jo ka kriju ata mundësinat me pas një jetë shumë të mirë, dhe nuk e din që ajo femna është me te se dënë atë, apo është me te për jetën e bukur që ai ka kriju. Kështu që është e dy anshme ajo gjë. E thash kanë ratë të dy në një kurs materializmit, si femra si meshkujt, dhe kjo fatkeqësisht është se kanë bota po bëhet njësoj. Jo, civilizimi dhe modernizimi që na dikur e kena pas një diçka e domosdoshme për shqiptarizmin, për kulturën shqiptare, ma mërmanja në këtë rrugën e largë është në damtu ma shumë, sepse për në është vesh, jo vetëm nga ana folklorike, nga ana historike si kom, por për në është vesh edhe njenjat. Se në që me pas njenja dashnijet për një femën, ose femna për një mashkull, ka njenja dashnijet pëse ai ka pare. Ose pëse femna... Po edhe meshkujt pak marrë, për shembull, ke i fije leke kështu, thot, mundë me marrë 20 vjeqe, unë nuk shkan film anej në një ekstrem që mundë me pas, e kena thonë edhe herë tjera, 2-3, mundë me pas këtë du vetë, sepse kam lek. Pra atëherë edhe meshkujt e shofin që mundë me pas vetëm thjesht se kam lek, nërsa një femën që është ndoshta e kompletume dhe ka një jetë të sigurume, pakten në shumicën e rasteve, se mundet me pasë se është absurd kjo fjalë, por pak ndoshta mundë me thonë ka femna që thonë, jam e sigurume nga ana financiare, edhe më mundë me pasë çdo mashkull. Nërsa mashkulli sa po të ketë të sigurume atë financën, thot mundë me pasë çdo femën, edhe shkan e gjenjë një që është 30 vjet më e re se ai. Po më njëllë, po në mendoj që jo vetëm këtë rast, por edhe në disa raste tjera është faji jonë që nërtojmë këtë dhoj rinjet. Po pra, është prish atëherë... është faji i brezit prindve tonë që kanë kriju rinin ose gabimet me rinin e kohës tonë, edhe kështu me radhë brez mas brezi. Sepse një shoshni që në është
e krijojmë brezi i rritën. Në kjo se për shembull në Ministrinë e Arsimit, në libra shkollor, qysh në fillore apo në shkollat e mesme, nuk do të hinë në librat e historisë shqiptare ose në librat e leximit, nuk do të hinë kultura shqiptare, po do të bëjmë një kulturë amerikane, greke apo arabe, atëherë na do krijojmë një kulturë të degeneruar. Një kulturë që do të ketë më kuptim. Po Mark, po kena thënë të myllën për shumë vite, edhe kur u hapëm për herë, edhe hynë të tana kulturat e botës edhe na doshim u bë si tonë bota. Po s'mundesh mu bë për një natë si tonë bota. Ne edhe brezit të ri i takon mi vu frenat, i takon mu kthy avash në identitet, sepse me të thënë drejtën e shpirtit e kam thënë edhe kam qenë me thënë se sa më shumë mirë se ta nin, mendoj që ka makina dobishme, sidomos për rinin, i shoh edhe në për rrjetet në për kanale televizive shqiptare në Shqipëri, sidomos artistat të talentuar, këngëtarë të talentuar me një stil veshjet, me një stil floksh, meshkuj me flok kuq, me flok jeshil, me meshkuj me vath në hun, buzë, në vesh, në karthinz. Ai nuk ka kënë kulturë e jonë. Aja është e ardhën, nësë kena asë një lidhje madhë, edhe i duket modern, dukem si Amerikan. Nuk ka në merit e madhe më duk si Amerikan. Nuk ka në merit e madhe më duk si Gjerman. Se i kena po Amerikan dhe Gjerman dhe Italian dhe Grek të përshë të tonë i kena po. Sepse asë një për i këtyre shteteve nuk thotë ndu më duk si shqiptar. Po, por ashtë merit më duk shqiptar, sepse jena ratë si meshkuj, si femna, jena ratë se shnosht, ratë se vjetër, ratë bukur, rrath e nalt dhe rrath që na kanë lakmi edhe kombe tjera. Dhe që me thonë kur thash nosh bullafiqe? Jo, e kisha fjallën Dima dhe ishte thjesht për shakara ishte kjo. Pra nena të shdi më këty po edhe më këty të kja Mark që theti janë prep këta rrjetet sociale që ja kanë egzagjeru këtë gjë, sepse janë një kumë shumë rinia sot për rrjeteve sociale, sepse dikur edhe në qoftë se dikush e ka pas nuk ka se e ke marrë vesh filti, për shembull dikush që ka jetu në një shtet tjetër ose diçka derisa ti e ke pa ose në qytet tjetër, kurse sot nuk ka rëndësi ku ti jeton nëpër botë, ti e shef atë të postu diçka edhe për njëtë kena thënë që ka linë edhe shumë depresioni kur njerëzit i shoh këta rinia, kur i shohin janë këta rrjetet sociale që është gjaja më e keqe që ka ndodhur në fakt për sepse e shef se çka ka bë Marku, çka ka bë Manjula, çka ka bë Gjona, thotë du me bë, po. Unë do më dhona një shembull që ndoshta jam gabim, por në bazë të atë sa kam parë nuk jam gabim. Me jemi pa televizionet shqiptare në Shqipëri dhe televizionet shqiptare në Kosovë, televizorët shqiptare të Kosovës, televizorët shqiptare të Kosovës, ke ma shumë këngë patriotike, ke ma shumë veshje folklorike, ke ma shumë emisionet të cilet i kushtohen historisë kombit shqiptar se sa në Shqipëri. Unë i kam të në kanale shqiptare i njeko të 20 vjetë, si të Kosovës, si të Shqipërisë, dhe e shoh ndryshimin. Pra, që da më të dash me thane, unë s'pa këtë kreken, por është detyra e jonë, që na të rrisim një brez, të mësojmë atë brezin si shqiptar. Pavarësisht se gjatë rrugës, na do e marrim civilizimin, është mirë me mësu kulturat e huja, është mirë me marrë esencat dhe ajken e kulturës huj, por pa harrutonin, e në fundit të jena ato që jena. Sepse është shumë bukur kur lunë kombëtarja shqiptare për shembull në kampionat evropian atje midis Francës, midis Gjermanisë, edhe ke ton djemë shqiptar të veshëm me xhamadan e me qeleshe, o sa mirë me kënë shqiptare. Ose kur kena xhubletin, i kena vajzat tona shqiptare të veshëm me xhublet, a ka gjë më bukur për shembull. Por sa ta kanë ne po me fol për materializmin që theti për rinin, për Shqipërinë për shembull, është ekziston kodo, po Shqipënia nuk ka emisione edukative që me dhanë shembuj të mirë për rinin. Ti bami vurej tona këta shows që bëhen, asë dhe një bami avu gishti nuk është që me dhanë një shembull taman për rinin shqiptare. Tonë shembujt janë ti ki vurej, si the vajzat 20 vjeqe, 23 vjeqe që shkojnë për këto emisionet, dhe me veshje $30,000 në trup, edhe thonë në bajt repun Shqipni. Edhe Channel e depresionan atë shqiptarin tjetër që nuk është në televizor,
edhe thot si ka mundësi që unë nuk mundë me bë një, se s'ka një punë Shqipni, jam me bë 3 punë. Po, mi bë 3 punë Shqipni, ti nuk je zoe me ble qënë 90.000 $. Pa, kështu që për njët nullkja materializmi dhe ata janë shemulli, që rinia ashtu njeksa, tanë dojnë mu ba si ata. Ose do është mu ba si ata, fillojnë e bahen... Po kjo se i shef edhe tanë të artistet e reja, që janë tanë të ba me të tanë llojet e plastikeve, pa i gjyku sepse një të i banë bukur, po një është shemulli që i shofin rinia, edhe thot pëse mas me e ba lone. Sepse në qose të me e bate, mendimi jem personal është bane atëherë kur ke nevoj. Jo kur je 20 vjeqe që e ke freskin që i të kalon zoti. Por tesh, kur i thojnë janë bat bukur edhe ata që i kon kenë, pa bukur. Dhe herë nuk du me dalë si ai që bëjmë moralistin, sepse nuk më takon herë para punë, nuk kem një riu i duhun me ba moralistin, unë mundohem me zjarë esencen prej mendimeve të mia, bëj gjithmonë kritikun, dhe kur tham që të rrim shqiptar, e fenët mos modernizohen, mos bëjnë kështu, edhe aja është drejt aty në me e bo. Edhe ka bukurin e vetë. Nuk thamë që fenët mos veçet moderne, mos veçet mu duk seksi, mu duk me stil, mu duk bukur me flok, me vetë, me njënë tjetër, e ka bukurin e vetë. Po prep, mesim kushjena, mesim shqiptarë, sepse të fillu prej mejet, prej nesh tanve, tanë gjyshet tona, që kena pas tanë me tesha kontore. Me thanë edhe një gjatë tjetër se është e bukura, ndoshta e kena thanë edhe ma për para, po është edhe e bukura që dalin mas i kanë bota në ata, edhe thojt e kam prej sportit. Këtë trupi ma bak shumë prej sportit. Në gjithmonë kalojmë kështu prej temës në temë, po hajtë me që e prune atë më kujtu diçka se pava edhe bile e bana share në Instagramin tem se më pëlqej, më duk pak si edhe e vërtet edhe që sharake. E vërtet, si puna, për shembull sot njerëzit janë të dupsu. Shumë mirë, është gjë shumë e mirë. Fantastike. Edhe njihen mirë, po që më banë mu përshtypja është, sidomos shqiptarët, kur e shef një njeri që nuk që e ki pa 25 vjetë me të njajtën pesh, edhe shef mas 3 mujsh, edhe thot kam nis një dietë, kam ba kështu, kam ba ashtu, edhe me ta manë fillan të depresionuar, se thu si ka mundësi, jam të 10 vjetë në dietë, supi as i kile. Ndoli shpirti. Edhe me këtë gjylpane, që bajnë njerëzit, edhe nuk i kuptoj pse njerëzit mundohen mos me kenë sinqert, s'ke nevoj me i diftu kërkuj që i të ba, po të pakten... No, në që se do me thonë, kërja historina... Se si në ty hupat e puntat, dhe e dina për shambull, po me kenë primën me djetë, kam të në mars mbohet i vjetë që më doli shpirti, dhe losi kam hupat e që du. Shumë të është punën e përë se nuk i nevoj. Si nuk i nevoj. Se ke overnight. Kjo ka me ne për. Na edhe na i fillojmë thanën, na i lajmë dietat hanën. Me gjithë atë... Jo, me si qërë, të 10 mujnë të e mojnë. 11 mujnë, fakt, mbohen mujnë tjetër. A mund që e fillu me në mars vjetë? Mojnë mos e kam janë ka herë. Të 11 mujë, të që i kam hup një 2 punta. Përsa e një fën ju e keni njës dajet për çdo të hane. Jo, nuk ishim të folë ma shumë për jetën, isha të folë ma shumë për falsitetin e njerëzve. Nuk kena nevoj për gjithë shka me vu një ftyrë falso, ose një mendim falso. As një shoqni nuk është perfekte. As një shtet nuk është perfekt. As një kom nuk është perfekt. As na s'kena kenë perfekt, as nuk kena me kenë. Por unë i ri kësaj gjithmonë që mos të degenerohena në kuptimin e fjallës që të bëhna kush nuk kena. Ashtë më mjë mëndaj kush je, se të bëhash e që si. Se në kjo se bëhash e që si, nuk kam e të versu për kushi, të me kenë pa vlerë dhe kemë u shkër mund si kam. Diskutohet, por pa gjyku po thonë për kërkendin, sepse ke edhe njës që thojnë, a ki bo botaksa? Qa kujton se pa e fynat e se pa i thua ki bo botaksa? Tesh këta janë ata gjonat... Botaksa gjonat që nuk dimi, tek ata gjonat janë jashta... I dina na, por dhe më thonë ata janë gjonat që... Po, dhe më thonë me për mlea paka shumë, gjoja false nuk bëhet kur originale.
E kina nisë dashnia ku përfundume. Po edhe dashnia falso. Për një atë pa. Dashnia falso, s'ka dashni falso. Dashnia o është e vërtet o nuk është. Aja që falso nuk quhet dashni. Shumica të ditë janë ata që e bajnë për rahati. Dhe më thonë, më bin kartat shumë mirë, ndoshta jam unë aja që flas më shumë për këtë, por me të thënë drejtën, e besoj që shumë njerëz bin dakord thjesht sepse kartat janë të sakta. Dhe kena thënë shumë herë që për dashnin mundena me fol me orë tona, edhe kisha thënë që këtë herë e vërtetume, po flasim të 2 sahat për dashnin, po s'kena që me bash një temë gjanë, një temë bukur, një temë që prek pa fund. Minutoshi toni erdhi fundi. Marko. Jo, unë nuk e dija e mani me në këtë rreshta që pa të thani herë për dashnin dhe pa i thënë sënë dhe prep. Thuat kështu. Dashnit janë si stinet, ku njena mas tjetërës vinë, lullet, didhi dhe të nxetet, pa dashur në bjen shinë. Dhe më thonë, dashnia gjithmonë bjen shi, fundi është gjithmonë që i s'ke pse e përmend. Unë kam kënë më negativja sonte për dashni, por kam thonë realitetin edhe atë që mendoj dashnia gjë e bukur, nëse mundi shijoni, nëse s'mundi më mirë po të se me të mendim personali jemi. Kurse unë në kolon manjula sa të pa fjallë, se në fakt kja është aja që jashtë tankuhen ma shumë të full për dashnin, po kushto ka për i shefin të i gjej, se të është labane marak si grupë. Jam krejt në regull. Dashnin e pranoj, por s'ka dashni këtë ditë. Ka që bukur dhe sakt. Nuk mendoj që nuk ka dashni, dashnia prep ekziston, ka me ekzistu gjithmonë, dikush e shprej, dikush e mund fshehun, dashnia ka me ekzistu, edhe uroj që të keni dashnin e vërtet, jo dashnin nërthojza. Kja është edhe urimi jam. Përshëndetje dhe mirupafshim në episodin tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.